Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 26 shtator të 2025. Duket se ka të bëjnë me një ditë të njërësie të veçantë, por në anën tjetër duhet pasur vëmendje dhe kujdes. Ajo që do të thotë që mësojmë shumë dhe në kohë të vështirë nuk kemi ndihmë. Pra, trokasim dhe dera është e mbyllur. Ajo që do të keni kujdes, sepse pikërisht në këtë ditë kemi Marsin nga Akrepi që formon një katërkëndësh me Plutonin në ujor. Një kënd mjaft i vështirë që mund të krijojë keqkuptime, disa çështje që për të përfitime, një njeri që do të përfitojë manipulon. Juve do të keni kujdes në këtë aspekt, sepse nuk është në të mirë. Kujdesi që do të bëni është ora 7, 9, 11, 12. 7, 9, 11, 12. Prandaj duhet keni kujdes në këtë drejtim. Nëse e kanalizojmë energjinë tonë në mënyrën e duhur, mund të lëvizim male me vullnetin tonë. Megjithatë, le të shmangim përballjet problematike, sjelljet impulsive dhe hakmarrje, sepse nuk është në të mirën tonë. Kujdesi që duhet të bëjnë janë shenjat Demi, Luani, Akrepi, Ujori dhe Dishit parë, që kanë ndikime në këtë aspekt. Nuk është se bëhet namje, por është një paralajmërim ose më saktë një diçka që të jemi me këmbë në tokë, nuk ka fundi botës sepse nuk e lam një takim pak më vonë ose në këto orare që unë thash, bëni kujdes. Se bëni çdo para se mos tuaj, pastaj juve e dini vetë. Po që keni një takim, keni bërë një takim dhe këtë takimin keni bërë pak më për sa i përket arsyes ose çështjeve të punës për vazhdimsinë dhe korreksinë tuaj dhe doni që e drejta juaj të triumfojë, po atje ku keni të drejtën pastaj mund të gjeni dhe belan. Prandaj them më mirë, lëreni për një moment në një orë tjetër, jo në orare që thashon joja, se nuk është mirë. Në orare të vështira.